Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini. Jemi në transmetimin ton të Weekend Lovers, si në valët e Radio Travel, ashtu edhe në kanalin e YouTube të Premium Channel, për të folur sot për ciklizmin, i cili është një sport më tepër se sa një garë shpejtësie. Është një sport i rezistencës, i disiplinës dhe i sakrificës, një sport që të mëson se çdo ngjitje e vështirë shpërblehet me një horizont të ri, absolutisht. Shqipëria ka dhënë disa sinjale shumë pozitive kohët e fundit. Në fund të muajit maj u organizua turi ndërkombëtar ciklistik i 83-ti dhe në fillim të qershorit, fundjavën e parë të qershorit u zhvillua dhe turi ballkanik në Kosovë dhe ku ekipi kombëtar ciklistik shqiptar mori medaljen e artë. Okej, jemi në studio për të folur jo vetëm për këto dy evente të rëndësishme të ciklizmit, por shumë më tepër se kaq, me trajnerin e ekipit kombëtar të ciklizmit në Shqipëri, Medin Malhani, tashmë një mik i studios ton. Medin, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje dhe kënaqësi për mua sa herë që jam këtu pranë jush. Shumë kënaqësi dhe për ne, vërtet, dhe për më tepër për të folur për një sport që me aq sa unë kam bërë programe të drejt për drejta dhe kam folur për evente kulturore, sportive, besoj se këto 5 vitet e fundit ka marrë një tjetër vëmendje, apo jo? E vërtet, ka ndryshuar diçka edhe është shpërndar, ky ndryshim domethënë ka qenë dhe publik, është shpërndar dhe në rrjetet sociale me shtesa të vogla në përqindje si në vlerësimin e sportistëve dhe gjithashtu dhe të trajnerëve, të shpërblimeve dhe të gjitha me radhë. Domethënë, ka qenë një lëvizje e menjëhershme me ardhjen e ministrit të ri të sporteve. Okej. Tani besoj ata që i përkushtohen një sporti të tillë, duhet të kenë pasionin mbi gjithçka. Ajo nuk diskutohet. Në fakt unë dua të korrigjoj dhe diçka, sepse ne erdhëm me 2 medalje nga ky ballkanik, si në kategorinë të rriturve, elit, që quhen në gjuhën e sportit, por edhe me kategorinë e të rinjve, që arritëm të fitonim me shumë pak metra para finishit medaljen e argjend. Pra, për mua meriton një vlerësim i gjithë podiumi, si vendi i parë dhe vendi i dytë dhe vendi i tretë dhe jo vetëm vendi i parë siç është tani ligjërisht në Shqipëri. Megjithatë, të shikojmë nëse do kemi ndryshime dhe vlerësime të reja në lidhje me këtë çështje. Si ishte turi ballkanik? Ku u zhvillua, në cilin qytet dhe sa ekipe morën pjesë? A ishte i vështirë apo jo? Patjetër, dhe këtu duhet një korrigjim i vogël se ishte kampionat dhe jo tur, sepse turet zhvillohen me etapa, pra janë gara që zgjasin nga 5 deri në 20 ditë siç janë turet e mëdha. Turet e vogla të kategorive 2.2 janë 3 deri në 5 ditë, sepse ndahen me kategori me pikë UCI, Unioni Ciklistik International Cycling. Dhe të them të drejtën, ka filluar me një ndjenjë fitore që menjëherë pas rrethit ciklistik të Shqipërisë, sepse ne si selektor dhe trajner arritëm të bëjmë një dallim se ku do vallëzonte fitoria. Të them të drejtën, ka qenë dhe një emocion i jashtëzakonshëm për ta përshkruar me fjalë, sepse unë në rrethin ciklistik të Shqipërisë kam pas mungesa të sportistëve, sepse një nga sportistët kryesor pati një frakturë në dorën e majt dhe fraktura ishte menjëherë në një ditë më parë se të fillonte rrethi ciklistik i Shqipërisë dhe ai ndenjë me mua, domethënë ishte si suport në makinën time për gjatë gjithë eventit 5 ditor që ndodhi në për Shqipëri dhe e arrija ta kuptoja ndjenjën e tij dhe atë angazhëllimin që ai kishte në vetvete që nuk arrinte dot t'i ndihmonte djemtë e tjerë të skuadrës. Dhe kjo ishte indicia e parë që na çoi drejt fitores në kampionatin ballkanik, sepse ai imagjino me një kohë shumë të shkurtër dhe ende me atë frakturë në dorë, vendosi që të garojë në kampionat ballkanik për t'i sjellë ekipit një fitore
Okej. Që e merituan me të vërtet. Bëheshin pjesë në këtë kampionat, bëheshin pjesë 10 ekipe kombëtare nga shtetet të ndryshme të Ballkanit, siç ishte Turqia, Greqia, Kosova, Shqipëria, Maqedonia, gjithë rrethi i Ballkanit, Rumania, dhe ne kishim konkurrent të fort, të cilët u spikatën që në rrethin ciklistik të Shqipërisë, pra që 2-3 javë më parë, që ishin nga Turqia me një organizim të jashtëzakonshëm, dhe ata kanë filluar ndoshta edhe më herët se ne aktivitetet që në janar, aktivitetet e garimit për të rritur strategjikisht dhe profesionalisht, dhe sigurisht kanë dhe mbështetje të jashtëzakonshme nga shteti i tyre. Kishim dhe pjesërisht konkurrent nga ekipi i Rumanisë. Flas në nivelin e fitore, sepse normal që të gjithë ishin konkurrent, por këto ishin 2 ekipet që ne i kemi mbajtur në vëzhgim për të sjellë në Shqipëri këtë fitore. Dhe e vërteta ndodhi, sportistët tanë u pozicionuar jashtëzakonisht shumë mirë, ka qenë një garë e jashtëzakonshme që unë ndër këto 20 vite që jam vetë sportist dhe trajner, më kam mbetur në memorie dhe kam patur emocione sekond pas sekondi për gjatë gjithë itinerarit të garës, që ishte rreth 155 kilometra, diçka e tillë gjatë. Nuk duhet lëm pa përmendur që tashmë temperaturat janë të nxehta për sportistët. Gara shtrihej në një terren fushor me luhatje shumë të vogla. Ku, në çfarë qyteti? Filloi në Ferizaj. Po. Itinerari i garës, normalisht prezantimi i kampionatit u bë në Prishtinë, në qendër në kryeqytetin e Kosovës, më pas të gjitha garat, sepse ishin disa gara për kategori të ndryshme, si në kronometër individual, në garat e shpejtësisë, ashtu dhe në garat e rezistencës. Shqipëria garoi me 15 sportistë, domethënë duke përfshirë kategoritë U17, U19 dhe Elite dhe U23 që kishin të njëjtën garë të përbashkët. Pra ishte një kategori, sepse në Ballkanik e tillë zhvillohet gara. Ne tentuam, kishim dhe një vajzë të vetme, s'dua ta lë pa përmendur, sepse është dhe ajo me të vërtet një trimresh, në pamundësi dhe një vajzë tjetër që kemi në ekip kombëtar për arsye të impenjimeve që kishte me shkollën, na mungoi dhe ajo mund na sillte një medalje tjetër në Shqipëri. Megjithatë, Leonardo Musta, ke të rinjt, ke U19, arriti të marrë medaljen e argjend, dhe Valentino Camberaj në kategorinë më të lartë elit solli medaljen e artë për Shqipërinë. Dhe përgëzime për këta djem që ju duhet shumë mbështetje për më tepër, shumë orë stërvitje edhe dëshirë për ta zhvilluar këtë sport. Kjo mbështetja është çalona ti diçka. Duket si një fjalë shumë e vogël, por se ne themi mbështetje, po unë mendoj që ende nuk është kuptuar se si duhet jetë kjo mbështetje. Si duhet jetë me ide? Flasim gjithmonë mbështetje për elitën, por duhet kemi kujdes dhe nuk duhet të harrojmë që deri kur të vijmë në kategorinë elit, janë 10 vjet, 15 vjet vite eksperiencë që janë financa. Okej. Si për sportistin, si për familjet, si për klubet, si për trajnerin, për të gjithë. Ata që janë pjesë e këtij sporti. Dhe kjo është ajo që mungon në Shqipëri, pra mungon baza e të dërguarit të një sportisti në kategorinë elit. Sportisti nuk lind elit. Pra elit bëhet fjalë 18, 20, 22, 25 vjeç dhe me radhë. Por nga 12-13 vjeç deri në 20 vjeç si shkojmë deri atje? Po, është e vërtetë. Dhe kjo është një çështje që duhet të diskutohet nëpër tryezat e tavolinave të ministrive, federatave, bashkive, me radhë të gjendet një zgjidhje e domosdoshme. E domosdoshme. Po bëja një kërkim të thjeshtë sa i përket këtij sporti, veçanërisht në Europë, dhe pa diskutim që Hollanda, Danimarka më dilin vendet e para që kanë më shumë bicikleta se sa njerëz, paktën Hollanda, ishte një fakt interesant. Pastaj Italia me Giro d'Italia, apo Franca me Tour de France, që janë vende që e konsiderojnë si një identitet kombëtar në një farë mënyrë sportin e ciklizmit. Dhe Shqipëria në krahasim me këto vende
citohej se ka një relief malor, rrugë panoramike që e bëjnë një destinacion të jashtëzakonshëm për të zhvilluar këtë lloj sporti, por sfida kryesore mbete infrastruktura, investimet, siguria rrugore, promovimi i sportit tek të rinjt, sepse më ngacmove me këtë që sapo the, që duhet mbështetje. Si ka qenë interesi nga viti në vit i këtyre të rinjve që vërtet e duan këtë lloj sporti, por siç e tham, çalon tek mbështetja reale. Ne rrethin ciklistik të Shqipërisë na e mori Hollanda. dhe përballë tyre që kanë që 99% e popullsisë të tyre përdorin biçikletën si mjet sporti, si mjet lëvizshmërie të përditshmërisë në qytete gjithçka tjetër, ne jemi ende shumë inferior. Por nga karakteristikat që kemi si vend, nuk duhet të jemi të tillë, sepse ne kemi terrene shumë më të mira se ta. Pra, siç e lidhet dhe ju bisedën në lidhje me maloret, ne jemi në Tiranë dhe jemi të rrethuar nga 3 ngjitje spektakolare. Pra, në drejtim të jugut kemi maloren e Qafkrabës që njihet nga të gjithë sportistët, që është fshati Gracen në lartësi, pra në hartë duhet të shkruajnë, të gjithë turistët duhet të shkruajnë Gracen se ngatrohen, por shkruajnë Qafkrabi i fut në krahun e majt në fshatin e Krabës, drejtimi, dhe në anën tjetër, në anën e majt të kësaj ngjitje kemi malin e Dajtit, që shumicën e stërvitjes unë e zhvilloj atje, dhe pas malit të Dajtit mund të shkojmë deri në Shëngjesh, dhe akoma pak më majtas së fundmi është rruga e Arbrit, pra që është një qafë që arrin deri në lartësi 1250 metra, ku ti vetëm 10 minuta nga Tirana, nga qendra e Tiranës niset dhe menjëherë fillon një ngjitje që është 20 kilometra me vështirësi të ndryshme dhe jashtëzakonisht dhe shumë të forta, dhe për të patur një stërvitje dinjitoze siç duhet për ciklistët tanë si amatorë dhe profesionistë. Nuk përjashtojmë askënd në këtë mes, sepse tani këto ngjitje më së shumti i frekuentojnë dhe amatorët. Janë bërë një grup i vogël njerëzish që kanë dëshirë dhe pasion ciklizmin, që me forcat e tyre janë kompletuar dhe 3, 4, 5 herë ndoshta edhe çdo ditë, ka disa që e frekuentojnë edhe çdo ditë, bëjnë ciklizmin si sport nëpër rrethinat e qytetit të Tiranës. Kështu që duke pas favorizime të tilla, ne kemi patur gjithmonë talente. Ne tradita nuk na mungon. Madje jemi më të vjetër ndoshta se shtetet që përmendëm më parë. Po, që në 1925 është bërë rrethi i parë ciklistik, pra jemi 101 vjet sot që flasim tradit. Pavarësisht se pas 90-s nuk është ushqyer siç duhet dhe nuk janë motivuar siç duhet shembujt për ta çuar përpara dhe për ta ruajtur këtë traditë. Dhe turi ciklistik në vitet e para ka qenë me 15 etapa apo jo? Po, më korrigjon nëse. Më herët ka qenë me 15 etapa. Sigurisht ka qenë me mbështetjen e shtetit në atë kohë, pra kishte privilegje të jashtëzakonshme, ti ishe sportist në atë kohë. Ishte me ligj që do të punoje 5 orë, jo si tani që do të punosh 8 orë, të bësh edhe sportin që koha është e pamjaftueshme dhe prandaj mbetemi amatorë. Dhe ti përkushtohesh dhe në mënyrë vullnetare. Dhe vullnetar, po duhet të jesh dhe vullnetar, po patjetër. Kjo nuk të çon asgjë kundi. Ashtu si jemi aktualisht, pavarësisht medaljes që sollëm, nuk është se duhet, unë për vete nuk është se kënaqem me këtë medalje, duhet të arrijm rezultate shumë më të mëdha, të jemi shumë më kompetitiv, të jemi shumë më pranë dhe më të dukshëm në këtë sport, dhe pse jo të jemi dhe pjesë e eventeve të mëdha, siç janë Giro Italis dhe Turi i Francës. Nuk ka qenë vetëm një shqiptar që ka qenë për 3 vite radhazi pjesë e Giros Italis, ka qenë ciklisti Euger Xhupa, ai i lindur dhe i trajnuar, i trajnuar më tepër në Itali, dhe ekipi atje ja mundësoi këtë gjë që të ishte pjesë e këtij eventi të madh. Sigurisht dhe me mund dhe investime personale të jashtëzakonshme vetëm për pasionin e tij për ta çuar përpara dhe për të qenë pjesë e eventeve kaq të mëdha që është ëndra e çdo ciklisti. Absolutisht. Në rrjetet sociale kam parë diçka së fundmi që më ka lënë mbresa, të them të drejtën, e kam shpërndar dhe unë.
Dhe imagjino se sa e bukur është dhe dikush thoshte që të jesh futbollist, ti nuk mund të jesh pjesë asnjëherë e stadiumit që luajnë lojtarët e mirë dhe të jesh nuk e di, pjesë e një sporti tjetër, boksier ose diçka, ti nuk mund të jesh pjesë kurrë atij ringu, ndërsa të jesh ciklist, ti mund pedalosh aty ku heronjtë e tuar kanë pedaluar. Pra, kraba është e hapur, mund të shkoj kudo, aty ku ne kemi derdhur djesht, gjithsecili nga ne, kush ka qenë sportist në Shqipëri, është e prekshme për të gjithë ata pasionantë që kanë dëshirë të provojnë atë që provojnë sportistët e vërtet. Pra, ndryshe nga sportet e tjera. Vërtet. Për sa vitesh pedalon, Midi? Unë do pedaloj gjithmonë njërë, se kjo është pjesa. Që kur ke nisur? E kam nisur vonë për arsye të gjitha këtyre problematikave që tham. Por janë 20 vite tani në këmbët e mia dhe janë më shumë se të shkruara, se ka qenë një periudhë koha që nuk dinim dhe të shkruanim, është mungesë edukimi kjo gjë. Po të shkruara janë më shumë se 160.000 kilometra, 150.000 kilometra në këmbët e në këmbët e mia. Të pashkruara pastaj nuk e di se sa janë pafund. Pra imagjino 20 vite pedalim çdo ditë, ku vazhdoj edhe në ditët e sotme. Ndoshta jo me të njëjtin intensitet sikur kam qenë sportist, por jam akoma ende në terren me pasionant, amator, klient, sportist, të gjithë me radhë, domethënë ata që janë pjesë e biçikletës. A të ka mësuar diçka të rëndësishme ky lloj sporti për jetën? Ky sport lidhet shumë me jetën. Ashtu siç janë ato ngjitjet e vështira, edhe jeta ka pjesët e saj të vështira, po nga ana tjetër të zbritjeve. E vërtet, të do thoja, por nga ana tjetër vjen një dyshezë relaksuese që të ngjason me parajsën dhe njësoj është dhe me jetën, domethënë pas një vështirësie që ti mund kalosh, mund vi një e mirë. Që të çliron për gjithçka ose të është një dritare mundësie, pra lidhet shumë ngushtë me jetën. Më tej mund të them që në realitet pastaj ka benefite të pafundme. Pra unë sot kam klient, më vjen dhe pak kështu çuditshëm të quaj klient, se ata tani janë miq, kanë shumë vite që janë pranë meje, për 5 vitesh me radhë, domethënë që stërvitemi bashkë dhe ata kanë përmirësuar shëndetin e tyre. Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme. Pra, kemi klient që kanë eliminuar ndoshta jo, po ose nuk kanë vazhduar më tej me ilaçet e tensionit. Fantastike. E kjo është e jashtëzakonshme. Kam klient që po mirëmbajnë diabetin e tipit 2 dhe nuk kanë përdorur ilaçe ose i kanë në sasi jashtëzakonisht të vogla, po thuash të mos përfillshme. Pra këto janë të mirat e sportit. Nuk po flasim pastaj për shëndetin kardiak që është e padiskutueshme, në cilin do mjek të shkosh kur vin probleme me zemrën do të thotë që bëj biçikletë. Bëj biçikletë. Kështu që atë do thoja. Kështu që në lidhje me jetën është një sport, domethënë që duhet të jetë pjesë e gjithë secilit prej nesh. Ashtu si në Hollandë, që 99% e popullsisë përdor ciklizmin, Belgjika e ka sport kombëtar, ciklizmin, dhe jo futbollin, si në shtetet të tjera, pra është një vlerësim i jashtëzakonshëm dhe nuk është rastësi kjo gjë, sepse në Danimark këto informacione janë falë sportistëve që vinë pranë ambientit tim, që stërvitemi bashkë dhe përdorin dhe Shqipërinë, pra të vinë njerëz sportistë nga Danimarka të përdorin Shqipërinë për gjatë gjithë sezonit pranveror ose vjesht për të stërvitur me ciklizmin, për të pedaluar. Kjo tregon që ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm në lidhje me këtë drejtim, në lidhje me biçikletën. Vin sportistë nga Belgjika, vin sportistë nga Holanda, vin sportistë nga Danimarka, pra nga vendet skandinave. Shqipëria është jashtëzakonisht e mirë përdorshme në lidhje me këtë sport, sepse në periudhën e pranverë vjesht ose dimër, atje është jashtëzakonisht shumë ftohtë dhe ciklizmi është i vështirë, pavarësisht se ata i përgjigjen ekonomikisht. Pra, ata arrin që të kenë 2-3 biçikleta dhe thonë që një e përdorin për dimër, një e përdorin për verë, jo si ne që kemi një prej shumë vitesh dhe mundohemi ta ruajmë se po na oprish kemi ku t'i gjejmë më pjesët. Do të merrni kredi? Me kredi e mirë, kupton.
Kështu që është e jashtëzakonshme si për shëndet, si për pjesë e jetës tonë, por si për dhe të mirat që sjell në vazhdimsi, sigurisht edhe në mënyrën se si mendojmë, sepse është oksigjen për trurin dhe është oksigjen real, sepse kur ti pedalon presioni i gjakut rritet dhe arrin të furnizojë deri në limitet e skajit të trupit ton. Kemi oksigjen dhe truri funksionon shumë më mirë. Absolutisht. Të çfarë moshash janë klientët, miqtë e tu? S'po i quajmë klient. Janë të ndryshëm. Të stërviten. Unë sot konkretisht dhe çfarë lloj profesionesh, jam kurioze. Apo nuk ka lidhje kjo me profesionin? Kjo ka lidhje në fakt, sepse çuditërisht këto benefite i ka kuptuar së pari profesioni doktorit. Okej, kemi doktor, mjekët e kanë kuptuar që normal sepse lidhet me profesionin e tyre, e kanë kuptuar që ciklizmi funksionon jashtëzakonisht shumë mirë për shëndetin dhe për të ndonjur larg spitaleve dhe ambienteve të tjera, po. Më pas mundohemi që çdo njeri ta integrojmë sigurisht që të jetë pranë këtij sporti për të mirat që ka, më së fundmi unë kam dhe një vajzë 12 vjeçe që sot vjen stërvitet, pra mosha është e ndryshme, që nga 10, 11, 12 vjeç, pra kur është ai momenti që ty të arrin këmbët të pedalosh, të hypesh mbi shal, deri në 6 vjeç, 70 vjeç, domethënë është gjithë përfshirës dhe ti mund ta përdorësh dhe si sport pasioni për shëndetin tënd, por dhe si sport të mirëfillt, sepse në ciklizëm mund të garosh në kategori deri në për aq sa kohë ti ke energji. Pra unë pak më parë isha në një event tjetër në fund të kësaj jave isha në një event tjetër në Austri dhe atje shikoja 80 vjeçar, 85 vjeçar që garonin me biçikletë, gjë që në Shqipëri nuk konceptohet. Domethënë mosha jon e tretë është e ulur në stol duke ozur domino, parë televizionet, po gjë që nuk është e mirë për shëndetin e tyre dhe për ato ditë të fundit të jetës që i kanë mbetur. Mejdin, ti nuk shkëputesh asnjëherë nga evente që kanë të bëjnë me ciklizmin dhe e përmendë pak tani sapo je kthyer nga Austria. Çfarë ishte? Kjo garë, nëse mund ta quaj kështu? Po garë, është një garë e vërtet me një stërvitje dhe mund të jashtëzakonshëm. Sigurisht kjo është pak më personale si event, nuk ka lidhje me përfaqësimin kombëtar, megjithëse ne ishim me flamur. Domethënë ishim si një skuadër në Austri, ishim në Klagenfurt më saktë. Gara quhet Ironman, është disiplina më e gjatë e triatlonit, ku përfshihen 3.8 ose 4 km/h, po ta rrumbullakosim, 4 km/h, 180 km biçikletë dhe 42 km vrap. Pra janë, nuk e di, domethënë po të bësh ciklizëm 180 km është e vështirë më vete. Po të bësh një maraton 42 km është e vështirë më vete. Po të bësh atë natë 4 km është përsëri e vështirë. Imagjino domethënë se si është ti bësh të treja së bashku dhe të luftosh dhe për një kohë të mirë që të shkruhet në medaljen tënde. Si vajti, si dolët? Ka, të them të drejtën, ka dalë, kemi marrë një rezultat të jashtëzakonshëm. Kemi qenë shumë afër pritshmërisë, po e kemi tejkaluar këtë pritshmëri, sepse unë me veten time kisha lënë objektivin e 12 orshit, sepse vajza që garonte e kishte për herë të parë, jemi stërvitur shumë pak për këtë aktivitet, sepse ky aktivitet kërkon një vit të plot stërvitje. Jemi stërvitur vetëm 6 muaj. Arsyet ishin të saja, sepse domethënë në momenti që vendosi ishte dhe në padijeni se sa kohë duhet që ta vendoste më përpara aty. Dhe kur erdhi më takoi më tha që unë dua të bëj një Ironman. Do më ndihmosh që ta bëjmë të gjë? I thash patjetër me kënaqësi. Edhe pse mu duk koha shumë e shkurtër, por kemi bërë maksimumin e mundshëm për të marrë këtë rezultat të jashtëzakonshëm që arriti ta mbylli prej 11 orë 49 minutash. Domethënë arriti të thyej edhe atë limitin e 12 orëshit. Sigurisht ka qenë një punë e gjatë, sepse 6 muaj në përditshmëri për të ndjekur notin, për të ndjekur ciklizmin, për të ndjekur vrapin, që kërkon dhe motivim mental, jo vetëm
fizik dhe jo vetëm prani e trajnerit afër për të mësuar se si duhet pedaloja, të rrotullimet e këmbës që duhet mbahen, intervalet që duhet të provohen, enduranca që duhet shtohet, mënyra se si duhet ushqehet, mënyra se si duhet të flej. Pra, është një punë e jashtëzakonshme që nuk është se duket në fakt, por vetëm ata që janë pranë këtij sporti arrin ta kuptojnë dhe mbas edhe ta vlerësojnë. Po, dhe duheni përgëzuar për hir të vërtetës, sepse kur ti the që nuk kishim shumë kohë për tu përgatitur për këtë garë, u stërvitëm shumë pak, mendova 3-4 javë, dhe kur thua 6 muaj është pak, që tu nisë mendor se sa punë, sa vullnet, sa guxim duhet për të qenë pjesë e një disipline të tillë. Mund ta shpjegoj shkencërisht këtë gjë, sepse 6 muaj zemra arrin të rimodelohet në gjysmë. Pra për të bërë një rimodelim të plot të zemrës duhet një vit i tërë. Dhe kur ti fillon nga hiçi, pra më parë ajo vajzë nuk është se ka bërë Ironman të tjerë, që të kishte një eksperiencë dhe ne të kishim të shtruar në tavolinë një rezultat që të kishim mundësi ta përmirësonim ose çfarë të bëni më mirë, pra ishte gjithçka nga zero. Dhe kur ti fillon nga zero, trupi kërkon një vit të tërë rimodelimi si për organet jetike, por edhe për strukturën muskulore, strukturën kockore, sepse nuk duhet të harrojmë që 42 km maraton pas 180 km biçiklet janë një impakt dhe inflamacion i jashtëzakonshëm për trupin, që të gjitha këto sisteme duhet ta përballojnë, pra sistemi skeletor, sistemi muskulor, zemra, mushkëria, gjaku, në tërësi mendja është dhe kjo pjesë e rëndësishme, sepse ti mund të ndalosh edhe vetëm mendërisht. Domethënë arrin në atë pikë lodhje që thua stop, nuk e bëj dot më, si shumë të tjerë që atje dështuan. Pra ishte një numër i madh sportistësh, më të reja se sa vajza dhe më të rinj se sa vajza, ose më të vjetër se sa vajza dhe më të reja dhe më të vjetra se sa vajza, por arritëm t'ja dolëm, pra tregoj, ishte një shembull i mirë që stërvitja funksionoi, motivimi funksionoi, besimi te njëri tjetri sigurisht funksionoi, gjithçka të kësaj natyre. Përmende edhe anën psikologjike, pa diskutim edhe ushqimi luaj një rol shumë të rëndësishëm për një ciklist. Tani më thuaj pak, kush është më i rëndësishëm për një ciklist? Është një psikolog apo një dietolog? Janë të dy bashkë, nuk mund t'i ndash. Okay. Për një ciklist, unë e kam thënë dhe më parë më duket, tek ekipet e mëdha që kanë mundësinë e financimit, është një staf prej 30 personash rreth e qark tek 8 sportistave, kur përfshihet dietologu, mjeku, masazhatori, fizioterapisti, trajneri, disa trajner, jo vetëm 1, 2-3 trajner, ku njëri është domethënë shkëmbejnë dhe eksperjenca me njëri tjetrin dhe nxjerrin një konkluzion të saktë për një sportist. Dhe nuk duhet të harrojmë që sportistët janë të karakteristikave të ndryshme. Dhe për më tepër jemi dhe në kategori të ndryshme ku një trajner i vetëm nuk mundet dot t'i menaxhojë të gjithë. Në ditët e sotme një trajner mund të menaxhojë 5 deri në 7 sportistë. Flas për të ndjekur në përgjithësi. Okej. Pra në të gjitha drejtimet, për gjumin, për të konsultuar, për të ndjekur në stërvitje, për të analizuar stërvitjen, për të parë biomekanikën e biçikletës, pozicionin e biçikletës, është mirë, s'është mirë, çfarë duhet korrigjojmë, kemi dhimbje ke gjymtyrës, kemi, pra është një tërësi gjëra që ka nevojë për vëmendje për të marrë rezultate të mira. Dhe imagjino tani me 15 sportistë siç ishim në kampionatin ballkanik, që është e vështirë. Dhe ki parasysh që do të përshtatesh dhe në moshë, sepse 17 vjeçari nuk logjikon njësoj si 25 vjeçari. Objektiva të tjera ka ai, sigurisht qëllimi është i njëjtë për fitore, por mënyra se si e koncepton fitoren një i ri është ndryshe nga ajo se si e koncepton fitoren një i rritur. Okej. Pra, një i ri fitoria mund të jetë edhe thjesht mënyra se si duhet ai të mësohet dhe të fitojë strategji dhe mënyra se si ai duhet të zhvillohet, kurse për një të rritur strategjia nuk është më, qëllimi është fitore, pra ai garën nuk e ka në formë mësimi për veten e tij.
ai garën e ka në formë lufte dhe si të arritë mundi kundërshtarin për ta çuar veten drejt fitores, kurse të rinë sigurisht duhet dhe të mësojnë, duhet dhe të gabojnë. Të rriturit nuk lejohet gabimi sepse kanë gabuar kur kanë qenë të rinj. Pra janë më të ndërtuar. Mund të kenë mësuar nga gabimi. Dhe kanë mësuar, pra janë qëllime të ndryshme. Sigurisht për të rriturit më pas kthehet dhe në qëllim ekonomik, sepse nuk duhet të harrojmë që do jetojmë, që për të rinjt është familja dhe të tjerë njerëz që kujdesen për këtë gjë. Pra, në këtë sens them që duhen shumë njerëz dhe nuk mund të ti ndajmë dot dietologu apo mjeku dhe duhet patjetër që të jenë të gjithë të përfshirë. Në këto momente që po flasim, për çfarë ka nevojë ekipi kombëtar shqiptar i ciklizmit? A mund t'i listosh, të lutem? Po janë shumë. Sa minuta na duhen? Teorikisht ne kemi një federat, sigurisht që na ka mbështetur me mundësitë që ka. Nuk mund të them që jemi totalisht mbështetur, sepse aq është mundësia e federatës, e klubeve. Unë para pak ditësh isha në klub dhe unë kam nevojë sot për shtesa të sportistëve, sepse aktualisht në klub janë vetëm 3 sportistë në klubin e Tiranës, jam dhe trajneri i klubit sportiv Tirana. Dhe duhet të kem më shumë sportistë. Duhet të kem 20-30 sportistë që nga këta të selektoj 7 për të garuar. Dhe dëgjojmë gjithmonë që mundësia ekonomike nuk është. Përgjegjësia kujt është, nuk e di, e kupton, duhet që të jemi të gjithë bashkë, shtet, qeveri, ministri, bashki, të mblidhemi dhe të bëjmë diçka që ta çojmë përpara këtë gjë. Sponsorizimet nuk funksionojnë ende. Ligji i sportit fritet që është futur në parlament dhe pritet të miratohet dhe të vihet në funksion, por se di sa kohë do presim për këtë gjë. Domethënë në ditët e fundit Shqipëria është parë që ka problematika të tjera dhe nuk e ka fare fokusin te sporti. Ndoshta edhe kjo medalje që ne sollëm ishte në momentin e gabuar, sepse nuk e kam parë që të bëj një bujë të madhe dhe ta shijojmë siç duhet, pavarësisht se ne me njëri tjetrin e kemi shijuar. E kemi shijuar që në momentin e vijës së finishit. Por duhet që të jemi të dukshëm në të gjithë këtë Shqipëri. Dhe të jetë një shembull që të rinj ta kenë zili që të integrohen në këtë sport. Për të mirën e tyre dhe të gjithë kombit ton. Kështu që mungojnë shumë gjëra, domethënë mungojnë që nga baza më elementare e sportit që është bicikleta njërë kryesore. Ne duhet kemi bicikleta që të jenë të paktën të ngjashme me konkurrentët tanë. Nuk mund të shkojmë të garojmë me bicikleta që nuk janë paralelisht dinjetoze, që dhe ne mos të ndjehemi inferior përpara tyre, sepse gara fitohet që në këtë pikë. Kur ti ndjehesh inferior e ke të humbur gara. Pra ti je mentalisht më poshtë se sa konkurrenti që është superior. Sigurisht edhe ata kanë bërë investime vetjake, por ne kemi shumë vite që bëjmë investime vetjake. Dhe nuk është një ditë, se sigurisht është kosto e jashtëzakonshme. Kur baza është e ndërtuar, ne sigurisht mund të bëjmë për dëshirat tona, investimet tona, ama baza është e ndërtuar. Po ne s'kemi as bazë, nuk kemi asnjë gjë. Okej. Do doja të ndalesha pak tek një disiplinë e ciklizmit. Përpara disa vitesh kam parë shumë gara të ciklizmit në çift. Përse nuk shoh më të tilla? Në Shqipëri nuk e di nëse është aplikuar ndonjëherë apo jo? Jo, nuk është asnjëherë aplikuar dhe kjo ka të bëjë me mentalitetin. Domethënë ciklizmi në çift sot shikohet si diçka jo shumë pozitive, domethënë shikohet si diçka që injorohet. Pra të shikosh sot një vajzë që pedalon është një çudi për të gjithë. Gjë që nuk është normale dhe s'ka pse të jetë në këtë mënyrë. Pra ka shumë pak vajza që pedalojnë në Shqipëri. Është vajza konkrete që e tham për garën e Ironmanit dhe është edhe një vajzë tjetër që për dëshirën e saj pedalon dhe asnjë vajzë tjetër në Shqipëri. Nuk përjashtojmë këtë vajzën 12 vjeçare që sapo ka filluar dhe nuk e dim. Sigurisht ajo vjen nga prindër të sportit dhe unë e shikoj me perspektivë të largët, por megjithatë është e vetme dhe a do jetë fort apo jo për të rezistuar midis të gjithë këtyre meshkujve, këtë gjë se dim.
duhet të ketë më shumë vajza. Duhet të ketë më shumë vajza që dhe ato të përdoren si shembull për të rinjt dhe më pas të vi kultura e pedalimit në çift. Nuk e di, më vjen keq për këtë gjë, domethënë se edhe ne në ekip kombëtar sot përfaqësohemi vetëm me 2 vajza. Kurse ekipet e tjera mund të kenë dhe numër të barabartë të vajzave, flas kombet e tjera si Rumania dhe Turqia ose vendet e tjera, Greqia, mund të kenë dhe numër të barabartë të vajzave dhe meshkujve që garojnë dhe patjetër kur ka vajza që garojnë, ka dhe çifte apo njerëz amator që pedalojnë me biçikletë që e përdorin si mjet sporti për benefitet shëndetësore që ka. Medin, a mund më thuash përafërsisht sa mund të jetë kostoja mujore e një të riu që stërvitet privatisht për këtë lloj sporti? Ndoshta një ide për gjithë ata prindër që janë duke na ndjekur tani dhe duan të bëjnë llogarit. Apo nuk do të thuash shifra. Po jo, unë mund të them, mund t'i themi se shifrat janë reale, domethënë biçikletat kushtojnë. Janë mjete, quhen si mjete luksi dhe kushtojnë, duke variuar nga 2-3.000 euro deri në 13 dhe 25.000 euro ka. Sigurisht kjo është personale pastaj, por duke pasur parasysh pagesën minimale që Shqipëria ka, i di që kjo gjë nuk funksionon fare. Tregu i biçikletave në Shqipëri është mediokër, pra është një treg i biçikletave që nuk kanë identitet dhe shumica e atyre që pedalojnë i kanë të blera në këtë formë të tillë sepse aq kushte kanë. Ndërkohë që në vendet ku ne përmendëm rreth e qark nuk ekziston një gjë e tillë, ata kanë kapacitet dhe buxhet të blejnë një biçikletë të re dhe ta frekuentojnë këtë si sport, si formë stërvitje duke eliminuar palestrat ose gjërat e tjera. Që këtu fillon problematika, pra ne na duhet një standard që të kemi mundësi të jemi më afër këtij sporti, që sot nuk e kemi këtë standard. Pra bëhet fjalë për një biçikletë 3-4.000 euro, kur rroga minimale e një shqiptari është 500.000 lekë. Pra ai duhet ri pa ngrënë 6 muaj, pa pirë 6 muaj që të blejë një biçikletë. Pra nuk prandaj është mentaliteti i tillë dhe kjo është një nga arsyet kryesore. Ka forma të tjera për ta riparuar, siç thash me sportistët, duke realizuar ligjin e sportit. Me anë të sponsorizimeve mund të krijohet mundësia për sportistët, më pas ato biçikleta që sportistët, biçikletat që blehen me sponsorizime do përdoren 1, 2, 3 e maksimumi deri në 5 vjet, do shiten me një çmim pak më të konsiderueshëm që mund t'i përdori popullsia, pra duhet krijuar një linjë e tillë e vazhdueshme mbase që të kenë mundësi dhe njerëzit e thjesht të integrohen, sepse për të blerë një biçikletë të re, pra kemi sot një familje që kërkon të integrohet me sportin e ciklizmit dhe të shijojë natyrën e bukur që ka Shqipëria duke pedaluar, është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Nuk duhet të harrojmë që biçikletat shiten me masa, pra nuk është se çdo biçikletë që ti në gjen në treg nga këto që vijnë pa identitet flasin, është për ty. Ti duhet gjesh biçikletën, mua për ditë më shkruajnë, që a bën kjo për mua, i them jo, a bën kjo për mua, jo, po kur do gjendë kjo biçikletë që bën për mua, sepse nuk ka një dyqan dhe edhe po të ketë dyqan nuk ka ekonomi që ti të shkosh të marrësh biçikletën që ti do, sepse biçikleta është si puna rrobës. Ti do marrësh masën që të përshtatet ty. Dhe më pas, pra fillimisht është masa pjesa më e rëndësishme dhe më pas dëshirat e tua në lidhje me komponentët, rrotat, disjet e me radhë. Pra po thua që nuk ka një dyqan të mirëfillt? Nuk ka. Për të blerë një biçikletë? Unë jam i vetmi përfaqësues në Shqipëri i një brandi shumë serioz, si s'po e përmend për arsye reklam. Jam i vetmi përfaqësues në Shqipëri një brandi shumë serioz që nga 2019 dhe deri sot dhe nuk funksionon. Domethënë është një biznes i dështuar për momentin që nuk funksionon. Okej. Interesante. Tani do doja të ndalesha pak tek disa pyetje shumë të shkurtra për gjithë ata që e duan këtë lloj sporti edhe për të marrë disa përgjigje interesante. Mëngjesi apo mbrëmja është ideale për stërvitje? Kjo varet nga jeta e gjithë secilit. Sigurisht që mëngjesi është, teorikisht është mëngjesi më i mirë se sa mbrëmja, sepse ti ke gjithë ditën përpara për të ushqyer dhe hidratuar. Pastaj në profesionizëm
ka 2 orare të sakta që përdoren, aty ku niveli i kortizolit, niveli hormonal po e quajnë në thozja, është më i lartë, pra që është ora e mëngjesit 8-10 dhe ora e masditës 4-5-6 për profesionistët. Ndërsa për amatorët është mirë mëngjesi dhe kanë gjithë ditën përpara për të ushqyer dhe për të hidratuar e të gjitha me radhë, sepse nëse ti bën në mbrëmje, që shumë e bëjnë në mbrëmje për arsye të punës, normale nuk është se mund t'i vëmë në faj për këtë gjë, sepse fillojnë punën herët, puna është e gjatë 8 orë, ka dhe njerëz që punojnë 10 orë, 11 orë, dhe kanë vetëm orarin e pasdites 8-9 të darkës për të bërë aktivitet fizik dhe trupi adaptohet në këtë formë, por që mirë do ishte t'ishte bërë në mëngjes. Okej. Cila është rruga më e bukur në Shqipëri për ta bërë me biçikletë ose qyteti më i bukur për pedaluar? Tani ka disa rrugë. Pra, mbaj njërën më të bukurën që ti e konsideron ndër më të bukurën. Po me të vërtet që ka disa, unë nuk është se kam preferenca. Si ndan dot, okay. Nuk i ndaj dot, domethënë na i thuaj të gjitha. Rruga që është bërë e re tani së fundmi nga Korça në përmet është e jashtëzakonshme, fantastike. Pastaj unë për veten time më tepër jam apasionant i maleve. Alpet e Shqipërisë janë një mrekulli. Janë mrekulli e fshehur midis Europës. Domethënë kur unë arrit ja tregoj disa njerëzve që vinë nga jashtë Shqipërisë, ato habiten dhe thonë si ka mundësi që këtu s'ka asnjëri, sepse aty jemi vetëm unë dhe i tjetër që pedaloj me biçikletë. Ndërkohë që terrenet të tilla nëpër Europë, në Itali për shembull, janë jashtëzakonisht shumë të populluara nga ciklizmi dhe është turizëm ciklistik i jashtëzakonshëm. Në Shqipëri unë e thash më parë që është Mali i Dajtit ai që unë frekuentoj në Tiranë, është Mali i Dajtit që ai unë frekuentoj më së shumti dhe ai është pavarësisht se ne e kemi në përditshmëri dhe nuk na bën përshtypje, po është një atraksion i jashtëzakonshëm. Shëngjërgji pas Dajtit është i jashtëzakonshëm. Të shkojmë në Fush Studen, në Librazh, është rruga që të nxjerr nga ana tjetër në rrugën e Arbrit. Po. Parku i Shebrenik Jabllanik është i jashtëzakonshëm, shumë i bukur. Pra ka pafund turizëm. Belshi është prapë i jashtëzakonshëm. Komuna e Belshit ka terrene që unë e kam përdorur shumë në këtë sezon dhe aty do zhvillohet dhe kampionati kombëtar tani në datë 20-21 në fund të kësaj jave, kampionati kombëtar i ciklizmit. Pra prej disa vitesh është bërë traditë që zhvillohet aty për arsye të trafikut, që është shumë e lehtë për ta menaxhuar, sepse nuk është se ka shumë trafik. Asfalti është shumë i mirë, terreni, infrastruktura është jashtëzakonisht shumë e mirë. Pra që nga jugu në veri Shqipëria ka terrene të pafundme që janë një relaks i jashtëzakonshëm për syrin dhe mendjen e çdo shqiptari, por jo vetëm e çdo shqiptari, por dhe në qyteteve e shteteve të tjera që janë afër me Shqipërinë. Tani ti je profesionist. Cila rrugë e Tiranës ka asfaltin më të mirë, sepse një ciklist e njeh shumë mirë se si është shtruar kjo rrugë. Kjo lë për të dëshiruar. Në sensin e sportit, të gjitha rrugët e Tiranës nuk janë në standardin e duhur. Në asfalti në Tiranë është shumë i rrezikshëm. Mbase nuk janë testuar dhe nuk janë krijuar për këto nevoja, sepse mbase janë ndërtuar për nevojat që qyteti ka dhe jo për të bërë sport dhe jo për ta përdorur në limitet e shpejtësisë, por këtë ta garantoj me 100% që asfalti në Tiranë, madje në disa rrugë kryesore, është jashtëzakonisht shumë i rrezikshëm, jo vetëm për ciklistat, por dhe për ata që përdorin motorat, edhe për makinat. Është fat që njerëzit mbase, megjithëse së fundmi janë parë shumë rreziqe dhe incidente, por është fat që nuk kemi ende katastrofa në faj të rrugës ose mbase nuk ka vlerësues për rrugën, sepse unë mund ta them me plot gojen që asfalti në Tiranë është si plak dhe nuk është asfalt. Pra kur them plak, them që është plak që është aq shumë i rrëshqitshëm njësoj si se plaka. Pra ti do frenosh këtu dhe do ndalosh pas 40 metrave më mbrapa. Nuk është se asfalti të frenon në metrat e duhura që duhet të jetë. Kështu që sa pak informacion kemi për këto gjëra, Medin. Sepse është këtë informacion mund ta dallojnë vetëm ata që janë sportistë të shpejtësisë dhe shumë sakt mund ta konfirmojnë ata që përdorin motorat. Flas për sensin e garimit.
sepse nëse ti e përdor me një shpejtësi të konsiderueshme që quhet ngadalë, aty nuk ndjen asgjë. Por në një rast rreziku kur ti, sepse jemi të gjithë njerëz dhe mund të ndodhi gjithçka, por ti për një moment syt mund të mbyllen ose mendja, syt mund të jenë hapur, por mendja nuk funksionon dhe ti të duhet të frenosh në sekondën e fundit. Dhe ky frenim nuk është që të shpëton me asfaltin që ne kemi. Tani, shoferët shqiptar janë alat apo një rrezik i madh për ciklistët në rrugë? Momentalisht janë një rrezik i madh. Nuk e gjejmë gjuhën e bashkëpunimit, megjithse po mundohemi në të gjitha këto drejtime për t'i lënë të kuptojnë që jemi dhe ne pjesë e përdorimit të asfaltit të qytetit dhe të rrugëve të qytetit dhe rrugëve rurale, por njerëzit janë të stresuar nga 1000 probleme dhe nuk e konsiderojnë biçikletën, dhe solidarizimi me këtë gjë është i vështirë dhe kërkon vite me radhë dhe mentalitet që të ndryshohet për të integruar tek kjo gjë që ne mos të ndjehemi. Ne rrezikun e ndjejmë çdo ditë. Por është bërë një rutinë e përditshme që nuk harrohet për momentin, se po ta kujtojmë bie që mos dalim asnjëherë në rrugë. Po, është shumë e vërtetë kjo. Të jesh ciklist, do të thotë që ti fiton reflekse të jashtëzakonshme. A e bën një ciklist një shofer shumë të mirë në timon? Po, kjo është e vërtetë. Pra, ciklistët janë shoferët më të mirë. Mund të them më të mirët e mundshëm. Okej. Sepse madje ciklizmi konsiderohet si një nga sportet që kërkon reflekse të jashtëzakonshme dhe këto reflekse të jenë në përdorim të vazhdueshëm për 5 orë me radhë që ciklisti garon ose stërvitet. Ndryshe nga sportet e tjera, dhe në boks për shembull ka reflekse të jashtëzakonshme, por koha që ata i përdorin është më e shkurtër. Koha që ciklistët i përdorim ose ne i përdorim është më e gjata e mundshme, sepse në asnjë sport tjetër nuk përdoren këto reflekse, domethënë që të jenë flas nga minuti 1 deri tek ora e 5 të jenë të njëtrajtshme, të jenë me fokus maksimal. Kështu që është dhe vlerësuar ky detaj në lidhje me ciklistët, që janë njerëzit që përdorin reflekset, kanë shpejtësinë më të lartë të reflekseve në krahasim me njerëzit e tjerë, dhe sigurisht që janë shumë të shëndetshëm në lidhje me këtë drejtim, pra janë të padëmshëm për njerëzit që janë rreth e qarkëtyrë. Një arsye më tepër për të bërë sa më shumë stërvitje dhe reflekset ndërtohen ndër vite. Patjetër. Pra ndërtohen nga 1000 situata që ty të ndodhin në pedalimin tënd, dhe sigurisht kërkojnë dhe ato, njësoj si stërvitja që kërkohet një vit i plot për të rimodeluar trupi. Në këtë rimodelim bëhet fjalë dhe për reflekset e trurit që njeriu do reagoj. Jam kurioze, në një garë, për shembull siç ishte kampionati ballkanik, që përshkruat kilometrat që përmende, kush lodhet më shumë tek një ciklist, këmbët, mushkrit apo mendja? Unë këtë gjë e kam në memori edhe nga trajneri im, dhe sepse ai gjithmonë më thoshte që ciklisti lodhet nga maja e thojë të këmbëve deri tek qimja e flokut të kokës, pra nga fillimi deri në fund. Në të gjithë itinerarin e garës është në funksion jo vetëm sistemi muskulor dhe sistemi skeletor, të gjitha organet e brendshme, mushkëria, zemra, i gjithë sistemi hormonal që duhet të jetë në nivele maksimale për të pasur, më thoj, za agresivitetin e duhur për të përgjigjur. Por më kryesorja është truri, mendja, hipotalamusi, të gjitha këto në sinkron të përbashkët, sepse ndryshe nuk shkon dot drejt fitores. Pra ti në të njëjtin moment duhet të sprintosh, por në të njëjtin moment duhet të mendosh se sa do sprintosh, në të njëjtin moment duhet të mendosh apo të ndjek kundërshtari në këtë sprint që ti po bën, dhe sa duhet gjatë këtë sprint të ti ta mbash që ta vësh në stres kundërshtarin. Pra janë 1000 gjëra që ndodhin në atë fraksion sekondi që truri duhet i mendoj dhe fiziku duhet të përballet. Okej. Medin, të falenderoj shumë që ishe në studio sot, edhe juroj suksese, kishit një tjetër event. Tani në datë 20-21 kemi kampionatin kombëtar në Belsh. Po, edhe ajo rrugë shumë e bukur për hir të vërtetës. Jurojmë shumë suksese, punë të mbarë, edhe urojmë që ekipi
të kompletohet ditë pas dite. Shpresoj. Dhe urojmë që fjalët mos vjen në vesh të shurdhër. Kemi pritur gjithmonë për këtë kompletim, shpresoj që E uroj me gjithë zemër. Dhe me kënaqësi do doja që të flisja gjithmonë për një sport të tillë. Shumë suksese dhe të presim pas garave të radhës në studio. Faleminderit dhe juve dhe unë do jem gjithmonë i pranishëm për të motivuar gjithkënd që na rrethon. Është shumë e bukur. Mirë, për gjithë ju që na keni dëgjuar nëpërmjet valve të Radio Travel, do të keni mundësi që këtë intervistë ta shikoni dhe në kanalin e YouTube të Premium Channel. Do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.